lobby. Unë thash se po thua, po për Ju kemi pritur... atë rezolutën, po dakord jam. Kemi pritur nga dita e shtunë për të sqaruar kontratën, ndaj dhe kemi pyetje. Po i përmbledh të dy janë një. Ka dy qëndrime nga Partia Demokratike për kontratën e lobimit. Selia Blu fillimisht nxitoi të theksoj se kontrata është një dhuratë nga një fondacion shqiptaro-amerikan, ndërsa vetë ju theksuat se Partia Demokratike e ka marrë vetë avokatin. Kush është deklarata? Kush? Ju, Kush thot? në Kuçov deklaruat se Partia Demokratike ka marrë vetë avokatin. Ka pranuar shërbimin, dakord, interpretoj si dush, po ai gjersa ka një shërbim të ofruar, Partia Demokratike i dorëzon asaj. S'ka diskutim. Sepse ajo është një fondacion adhetarësh, patriotësh, që e duan shumë të vet, antikomunistësh, të cilët shohin tek Edi Rama një shkatrimtar të vërtet të kombit, dhe kanë kriju një fondacion për të ndihmuar Partinë Demokratike. Po ata atë kontratë nuk kanë shkruajtur, nuk kanë firmos për vetën e tyre. Domethënë për të ndihmuar ata vetën. Për të ndihmuar ata aq sa çdo shqiptar është fjala. Këtu s'ka asnjë lloj kontradikte. Kjo është e vërteta. A është kjo kontratë për të hequr nga gratën tuaj, dhe a përfshihen edhe shërbimet e konsulentit tuaj, Kris Lakshivita, te kjo pagesë? Tani, je keq që e shtron kështu, unë ja u kam thënë dhe ja u them ju me saktësinë më të madhe. Kris Lakshivita është i kontraktuar për zgjedhjet, konsulent për zgjedhjet dhe për asgjë tjetër, se janë në ligje janë të ndryshme. Ai Continental është i kontraktuar avokati të kauzave të drejta të Partisë Demokratike, kurse Kris Lakshivita është kontraktuar këshilltar elektoral i Partisë Demokratike. Nuk lejohet që të bëjnë aktivitete që nuk parashikohen në kontratë dhe janë kjo kontratë, kjo është e afishuar në entin federativ amerikan, e kanë të gjitha aty, s'ka asgjë sekret aty. Asnjë gjë, lexojeni dhe shikoni çfarë thotë. Është shumë transparente, nuk është historia e McGonigalit këtu, që i hipen paret në garazh. E kuptove ti, në garazh. Nuk është historia e Bilalit, që martohet me Bilalin se duhet ishte çift. Duhet ishte çift. Baj groja Bilalit, ky që të futej në darkë me Obamën, masi aty pëlqej që çiftet duhet ishin burra. Nuk është histori tilla këtu, nuk ke gjëra tilla. Këtu ke gjëra të deklaruara në transparente, janë patriotë shqiptarë që kanë krijuar një fondacion dhe që duan që vendi Partia Demokratike të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria të ketë marrëdhënie shumë të mira. Këtu besoj se është një gjë shumë e transparente. Natyrisht në kuptoj se u ka djegë shumë disave. U ka djegë. Lexojeni pak të, çfarë thot? Çfarë thot rezoluta? Rezoluta thot se janë përdor institucionet, është përdor drejtësia kundër opozicës. Akoma më keq kundër pluralizmit, për shtyp pluralizmit. Realizojeni pak. Është bazë diktaturë. Aty ku shënohet shtypet pluralizmit. Dhe çfarë thot tjetër? Krimi elektoral i pandërshkuar, nuk ka ndërshkuar shpuri kush. Kush duhet ta ndërshkojë? Ka një institucion që quhet SPAK. Ajo referohet pikërisht SPAK-ut, i cili sipas Edi Ramës është garant kryesor. A e di sa kohë po e majnë dosjen me McGonigalit ata?
është e tëra, është kryer puti kontrolluar nga po të mos mbanin dosjen, Edi Rama do ishte një shkullin rikër. Nuk do ishte këtu. Do ishte një shkullin rikër. E di që është një shkullin rikër? Ka një burg të famshëm, me një histori nga më dramatiket. Atje ka vendin. Në ati shku, se aty është dhe me Gorigali tani po vuan denimin. Zoti Berisha nisi bëra me Alusin. Ajo që nuk sqaroni ju dhe nuk sqarohet kontratës, a lobohet dhe përheqjen e nëngratës tuaj në shërbam me këtë kontratë lobimi? Kontrata është publikuar plotësisht. Është publikuar. Kontrata është për qëllimet, për kauzat e drejta të Partisë Demokratike. Pra, në tërësi për marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe shteteve Partisë Demokratike, Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mbasi, në fakt kjo kontratë nuk është vetëm për Partinë Demokratike, për çdo shqiptar. Se siguroj që me Gorigali Ramën e merr me veti. Nuk ka. Do e marrë, është i njohur. Rama kudo që shkon, është kryeministri që ka dharë shfet 250.000 euro për të korruptuar opozitën. Pra nuk ka është e ka fajin Kurriz Rama. Rama është njëri që u thonë me thesin e fajt të Kurriz. Dhe pyetja e dytë, kur ju e mbroni këtë kontratë dhe thoni